Rozeta Hajdari, Hafiz Gara, Ridvan Muharremi dhe Irfan Lipovica do të ballafaqohen me procesin gjyqësor për rastin e njohur keqpërdorim me rezerva shtetërore. Krejt kjo pasi që gjykata themelore e Prishtinës i ka refuzuar si të pabazuara kërkesat për kundërshtim të provave dhe hedhje të akt akuzës ndaj ish-ministres së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Rozeta Hajdari, si dhe ndaj 3 të tjerëve. Lajmi është konfirmuar për Gazetën Nacionale dhe nga zëdhënësja e gjykatës themelore në Prishtinë, Mirlinda Gashi, e cila ka bërë të ditur se vendimi është të marrë me 13 mars 2026. Gazeta Nacionale kishte raportuar ekskluzivisht në lidhje me skandalin për keqpërdorim me rezerva shtetërore, ku raportohej se një sasi e konsiderueshme e vajit, sheqerit dhe grurit nuk kishte arritur asnjëherë në Kosovë, ndonse ishin bërë edhe pagesat. Më pas, Prokuria Speciale e Kosovës ngriti akt akuzë në nëntor të vitit 2025, përmes të cilës akuzohen ish-ministra Rozeta Hajdari, Hafiz Gara, Irfan Lipovica, si edhe pronari i restorantit Bukë e Zemër, Ridvan Muharremi.